Saj Dardanis do të mi bo rrugë një kashe. Aty ku kemi mundësi për dhomë bonuse në mënyrë që të respektohet dhe të kryojmë hapësira të përbashta, do të dojmë mundësi. Që do të thotë so ka, zotë një të nova tha 15 logje caktume, ju? Nuk mujnë 15 katë në Fushë Kosovë. Komuna deri tanishme ka qenë shumë dorëlirë në mbidërtimet dhe në lejet e jashtëligjshme që janë bërë ndërtesat në komunën tonë. Ne nuk do të ndalojmë ndërtimin se në një qytet ku ka ndërtim ka dhe zhvillim. Por sigurisht që nuk do të lejojmë, si që kanë lejuar deri me tani. Sa ka do t'i lejoni, maksimum? Do të shkojnë deri në 15 katë 20, po mund do të hapësira në tokë, dhe mund do të gjelbrimi, dhe mund do të parkingu, mund do të parku për fëmijë, për pleq, kështu që ndërtesat të lartë le të shkojnë, havaja le tjetë për ndërtusit, toka për banor. Cilën logje 15 katë, ku ma shumë, ku ma pak? Logja e kolonisë, ka mundësi me u bo 15 katë, është një lagje ende e pandërtume, ku ka hapësirë në planifikimit urban profesional. Unë kam diskutuar dhe me arkitektat më të mirë që i ka qyteti jonë. Kemi dalë dhe kemi mendu qysh me ndrejsh Fushë Kosovën, qysh me ndru imazhin e Fushë Kosovës, qysh me s'më njoftë një qytetari Fushë Kosovës vetëm për borllog dhe beton. Qysh keni me ndru me ndërtesa 15 katë? Po, se lihet hapësira sipas ligjit. Në bazë në alësisë që shkon edhe japet hapësira e gjelbrimit edhe tokës komunës në shfrytëzim. E që ka mi bo qësaj Dardanis që s'ka gjelbrim? Qësaj Dardanis do të mi bo rrugë një kashe, edhe aty ku ka hapësirë më liru ato pronat publike që i kanë lanë shumë pak, edhe ato më bo gjelbrim edhe parking. Mirë, përveç kolonisë, cila tjera 15 kashe do t'i bëni? 15 kashe do të bëhet edhe lagja përballë Bresjes, që është lagja e re, afër komunitetit, dhe do të bëhet në Karada komplet ndërtim. Do me thonë, 3 lagje keni me leju 15 katë? Po. Jo në tjera? Jo në tjerat nuk ka hapësirë, se tjerat vesh kanë fillu ndërtesat pjesë, edhe nuk mundësh se atë parametrat e ndërtimit nuk e lejojnë ti, nëse është bënë ndërtes me ju në zonë djele që është kanë ndërtu këta ndërtesa në gjitën. Sa ajo është edhe nuk është e shëndetshme edhe është ndalume. Shkoj me juve zë një prebreza, plani për zhvillimin e Fushë Kosovës. Plani urban, sa katë? Ku? Ndëruar jetë, në Fushë Kosovë kemi një kasë. Mungesë hapësira gjelbërta, trafikit dendur, mungesë hapësira publike, madje as nuk i dina pronat publike ku i kemë. Komuna e Fushë Kosovës kur nuk na jep informacion për pronat publike që janë në qytet. Ka një mbyllje totale të komunës, krahasojna kemi dënime të shumta që i merr komuna për mosdhënie të këtyre informacioneve. Ne mendojmë që zgjidhjet tona për zhvillim urban duhet të koncentrohen një shoqëri për qytetarët tonë, hartimi dhe miratimi i një master plani 10 vjeçar, ku do të përcaktohen bazë hartë zonale, plan zhvillimor komunal, edhe mënyra se si do ndërtohet në Fushë Kosovë. Ritheksoj që nuk jemi kundër ndërtimit, po jemi të përkushtuar që të zbatohet ligjin e përpikëmëri, harta zonale, plan zhvillimor komunal. Vizioni politik sa ka do t'i lejoni edhe ku? Nderuar, na do të mundohemi që të bëjmë urbanizimin e lagjeve të reja, si që është lagja 28 e komunitetit Ashkali Egjiptian dhe Rëm që jetojnë aty, cilët kanë probleme me pronën, aty do të bëjmë përkujdesje që atë pjesë ta urbanizojmë dhe të bëhet jo vetëm të jetojnë komuniteti Ashkali dhe Rëm Egjiptian, që jetojnë sot në një situatë si geto. Okej, çka nuk kupton urbanizim? Banesa të reja? Banesa të reja me procesin e... Sa ka që të banesa? Veç pak, me procesin që do të bëhet përmes banimit të përballueshëm, kuadër të fondeve që do t'i marrim prej... Mirë, komuniteti s'munët me pagu heq për banesa të reja. Çka do të bëni për ta? Do t'i bëjmë na me fondin e përballueshëm, për banim social. Fondi përballueshëm është me pagu diçka. Ata momentalisht s'mujnë kur gjë. Komuna merr pjesë bashkë me qeverinë e Kosovës që të bëhet zgjidhje për ta. Nuk mund milion, nuk mund milion banorë të Fushë Kosovës. Çka zgjidhja jote? Zgjidhja jonë është urbanizimi i lagjës. Zgjidhja jonë është urbanizimi i lagjës dhe kemi me bë këto. Sa i përket ndërtimeve të reja në Fushë Kosovë do të përkujdesim që të respektohet harta zonale. Pjesa tjetër, sa ka do t'i lejoni? Sipas hartës zonale edhe plan zhvillimor komunal. Sa është ajo? Në përpikëri. Aty ku ka ajo, se nuk e ka lexu krejt qytetari hartën zonale. Harta zonale është shumë e përgjithshme, nuk t'i cakton katë në çdo lagje. Aty ku kemi mundësi për dhomë bonuse në mënyrë që të respektohet dhe të krijojmë hapësira të përbashkëta, do të dhojmë mundësi. Që do të thotë sa katë? Zotë një të nova tha 15 lagje caktume, ju? Nuk mund 15 katë në Fushë Kosovë, maksimumi që do të mund të më shku është 10 katë. 10 katë maksimumi. Toka nuk e lejon zvesaj. Valon, unë të moj për fjale. 10 katë. 10 katë. Faleminderit. Hasan, ju
Çka mendoni për planin urban? Plani urban Fushë Kosovë është i përcaktuar me hartën zonale, e cila është aprovuar në 2020 dhe punohet me hartën zonale deri sot. Tani është në përfundim e sipër, më duket tani në këtë mbledhjen e fundit e kemi planin zhvillimor komunal që na nuk e kemi, po çka është para pa me plan zhvillimor komunal. Mirë po... Sa katë janë para pa aty, mas shumëti? Sa katë janë para pa në PZK mas shumëti? PZK nuk e kemi, se unë se kam. Musëm ka orë si material dhe nuk e di. Pra, nëse bosh kryetar, masi se ki që ato, qka do të lejojsh? Do të lejoj vetëm strikt harta zonale e specifikon sa nuk e katë shkon. specifikon. Jo e specifikon. Unë për ta spjegoj tash, nëse Hajde, më lejon. kallëzëm sonës. Harta zonale shkon deri në 8 katë. Okej. 8 katë. Dhe E nëse bonusin? veç pak, nëse më le me ta spjegu, nëse do në me di që shkon. Harta zonale e specifikon sa katë shkon. Përdhesa dhe 8 katë banim. Nëse në atë lagje, sepse në Fushë Kosovë ka lagje që janë rrugë të ngushta, rrugica. Dhe nëse në atë lagje, bëhet një ndërtim me hapësirë shumë të madhe. Atëherë ke mundësi me shku në kate manal për me zgjeru rrugën. E po thu që ka vend Fushë Kosovë me zgjeru rrugën. Ti vetë pedin. Po që unë jëmë rritë në Fushë Kosovë, jëmë pej 69, se Fushë Kosovë në një qytetin cep më cep. Po? Edhe krejt që ka ndërtu dhe i tash, po thu bo me legjë. Krejt që ka ndërtu dhe i tash, edhe me kritere. Ti më pyte që ka du të me bo. Që ka ndërtu dhe i tash, nuk ndërtu. Sepse është ndërtu deri në 2020 me një plan zhvillimor komunal, i cili është bon 2005. Dhe në 2011 është revidu dhe ka pësu ndryshim të ma. Dhe me atë revidim, atëhere jënë hitë dë shara sajtë edhe ka shku edhe në 8 katë edhe në 9 katë dhe u rritë pjesa e sipërfaqes të ndërtimit. Ka qenë 14 me 60, ka shku 50 me 50. Dhe e kem këtë gjendje që e kem tash. Harta zonale e ka stagnu pak, e ka stupu pak, por do të strikt me ju përmbajt harta zonale deri sa nuk na vjen plani zhvillimor komunal, mandej kur të aprovohet plani zhvillimor komunal, harta zonale revidohet në harmoni me planin zhvillimor komunal dhe ligji sta lejon ndryshe. Faleminderit, Vildani Latifi, plani ju i urban. Tash edhe nuk e di sa një ndjeni është u zhvillua dhe pjesa e qytetit me ndërtime. Pjesa e kënej qytetit që përfshin rrugën Dardania prej rrethit andaj është mirë ngarku, s'ki hapësirë, s'ki parqe, s'ki kur gjo. Pretendimi im kryesor është që pjesa tjetër e qytetit të ruhet. Të ruhen hapësirat publike, të ruhen të paktën të krijohet ndonjë park i vogël ku qytetarët mund të dalin shlirë me fëmijët poshtë. Sa ka do të lejoni ju? Më shumë se 8 katë jo, sepse të e marë parasysh që kënej s'kemi frymë ku me marë, pjesën tjetër të qytetit duhet me pështu me pa tjetër. Kemi nevoj si njerës për hapësira pak më të mdhaja, jo ndërtim me nëgjët që janë zhvillu deri sot në komunën e Fushë Kosovës. Po ashtu edhe do të ketë edhe rregullat të qarta për ndërtim, ku çdo ndërtim do të kontrollohet teknikisht dhe ligjërisht për të parandaluar ndërtimet e paligjshme dhe shkatrimin e hapësirave publike. Domethënë komunë të Fushë Kosovës disa janë ndërtu mirë, disa janë ndërtu keq, dikush është kap me tjetrën. Masi është ndryshe për çato po të pyes, në cila lagje kemi leju? 8 kat, në cila lagje më pak? Prej komunës komplet pjesën e qytetit, pjesën tjetër qytetit përmbrapa komunës e kap komplet është duke ndërtu, aty kisha shku me standard komplet. Me pas hapësira, parkingje, shtigje për ecje, me bo qytet të rregull, të jetueshëm. 8 katë dhe aty? Po, jo si pjesa aknej, në këtë pjesën tjetër ekzistuse më të lugës qytetit, duhet me i para pa parkingje, duhet me i para pa rrugë të një kashe për lehtësim të njerëzve, po kërit këto do t'i bëjmë me ekspert, duke e pa terrenin, se qysh ku ka nevojë për ndërhyrje më të shpejt të këtyre problemeve.